Ajo që ndodhi dje ishte një ofendim i klasës politike ndaj qytetarëve të Kosovës, pa aftësia atyre për ta krijuar një shumicë të thjeshtë, është jashtëzakonisht zhgënjyese dhe flet shumë për raportin që ata kanë me qytetarë dhe me nevojat, me kërkesat të qytetarëve, me problemet, me krizën e jashtëzakonshme ekonomike me cilën është duke u përballuar populli i Kosovës. Pasojat nga mos themelimi i qeverisë janë të shumta në dimensione të ndryshme, do të ketë pasoja politike, ekonomike, për imazhin e Kosovës, pasoja në stagnimin e jetës institucionale, në pamundësimin e marrjes së fondeve për zhvillim, po kryesore është në përqimin, në transmetimin e një porosie se politikanët kosovarë janë të paaftë që ta bëjnë edhe një koalicion më të thjeshtë për ta pas një shumicë prej 61 deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Po, mbajtja e 4 zgjedhjeve brenda një viti është absurde, sepse nuk ka asnjë nevojë për një gjë të tillë. Kjo është vetëm indikator i qartë i mënyrës me cilën operojnë politikanët kosovarë, kulturës së tyre politike, mungesës së ndërgjegjes, moralit politik, sepse nëse kaq shumë kohë humbet në mbajtjen e zgjedhjeve në procese zgjedhore, kjo me automatizëm nënkupton që nuk ka kohë për të marrë me projekte zhvillimore, me ekonomi, me përmirësim të sistemit institucional të Kosovës, me avancimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare e kështu me radhë. Pra është një humbje e madhe në gjitha nivelet e mundshme. Jo, hendeku mes partive politike është shumë i madh, jo vetëm në raport me lëvizjet vendose si fituese e zgjedhjeve, por edhe ndërmjet vetë opozitës. Ky është absurditeti më i theksuar, pra askush me askënd nuk është i gatshëm që të bëj koalicion, që të bëj marrëveshje, nuk ka vullnet politik, nuk ka guxim, nuk ka sens, nuk ka kreativitet, gatishmëri që të bëhen bashkëpunime mes partive politike për ta arritur themelimin e qeverisë së Kosovës, sepse sistemi politik i Kosovës është i tillë që imponon bashkëpunime dhe në momentin që nuk ka bashkëpunime nuk ka as themelim të institucioneve.